2 vjetet e ardhshme, jo thjesht 4 vjeçarin e ardhshëm, por të impaktoj mënyrën se si Shqipëria zhvillohet në 20, 30 apo 40 vjet e ardhshme. Ne jemi dhe një pikë kyçe, është e rëndësishme ta bëjmë këtë diskutim dhe të jemi shumë transparent me njëri tjetrin për këtë situatë. Jemi sot që flasim jemi pothuajse 1 vit larg zgjedhjeve të radhës vendore. Dhe ky është një moment shumë i rëndësishëm, pasi ne kemi mundësi të bëjmë bashkarisht një reformë administrative territoriale përpara zgjedhjeve 2017-s, dhe në atë moment zgjedhjet 2017-s bashkitë futen në këtë para 2027-s, keni drejt, me një sistem të ri, me kompetenca të reja, me mënyra të reja, me mundësi të reja financiare, dhe ta përdorin hapësirën 2027-2030 si një moment përgatitje dhe nga ana e pushtetit vendor për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në vitin 2027 ne mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian. Sot Parlamenti Evropian ka nxjerrë një rezolutë në të cilën thotë që është një objektiv i arritshëm mbyllja e negociatave në 2027-ën dhe eventualisht në 2029-ën janë të gjitha shanset që Shqipëria të bëhet një vend antar. Në atë rast, në qoftë se ne ja dalim të bëhemi dhe bëjmë të gjithë detyrat e Shqipërisë siç duhet, në 2029 jemi vend antar, Shqipëria e ka të gjitha mundësinë që të përfitojë nga 2 nga programet kryesore të zhvillimit që BE-ja ka. Programi Fondi i Kohezionit Social dhe Fondet Strukturore. Të dyja këto programe kërkojnë që ne të kemi bashki të forta, të afta, për të bërë projekte dhe programe që mund të tërheqin nga Bashkimi Evropian investime për zhvillimin e territorit. Por kjo kërkon sërish bashki që të mendojnë në këto terma. Dhe ky dritare, arritja që ta përmbyllim reformën brenda aktiviti, në 2027-ën të hymë me sistemin e ri në zgjedhje dhe të përdorim 27-31-shin si moment përgatitje në mënyrë që kur Shqipëria të jetë një vend antar në Bashkimin Evropian 2030-ën dhe me ciklin e ri programor, bashkitë tona të jenë të afta, dhe jo vetëm bashkitë e rajonet të tërheqin fondet që duhet tërheqin nga Bashkimi Evropian për t'i dhënë një zhvillim territorit tonë. Ndaj dhe jemi në një moment i cili lidh jo vetëm rëndësinë që ka reforma, po dhe momentin në cilin Shqipëria po ecën për ta kryer këtë reformë siç duhet.